protesta që i ka realizu gazetarja në fakt, Edona Aliu, edhe të shohem se çka ju kishin thonë qytetarët politikanëve nëse i kishin pas 1 minutë kohë me ta. Nëse i kishit pas 1 minutë kohë për me ju thonë diçka politikanëve tonë, çka i kishit thonë? Fjallën e parë që ja kisha thonë, e kanë të pru. Me të vërtet e kanë një shku për të maksimumi, teper. E kanë bu bajat, mund teper. Mu për vje marë me këshu televizorin. Marë vje me këshu televizorin për qenë lidet e kuvendit. Bile ta shumë orës për këshyrim heqë, se për këshyrim lidet e kuvendit. Ma hu marë në kuvend se programet humoristike qenë. Diçka e pa imaginushme. Po të regoj që ta deputet aktual qkajnë, diçka po janë të vëpruhet që asë me imaginu nuk nësh. Është marrë, është katastrofë për ta. E që me shpije? Bele të gati e kështë një qupe shpije rënë. Edhe dyta me bloku kuvendin kretë, me lonë me hipo, për medalja. Për medalja. E ju? Njëjtën qëllim, njëjtën. Edhe kretë poplën jave për fajsin, mendimi jem, si votojnë. Edhe jave për në 5 votën, nëse meritojnë asë një. Edhe nësë me vetu më kur këta, qëta që janë qëtash, edhe pa marë parasysh cili deputet është. Gjitha partit, Na orësot prej Gjermanie, se 30 vit jam Gjermani, po Gjermant mrena 2 dite, edhe ata hohën e shohën. Po kur dhem puna e shtetit, mrena 2 dite e mponë parlamentin edhe i kryjtën punë të anatonët, se 4 muaj dit të hongër të shohë. Me që ju keni ardhur prej diaspore, cili është diçka një gabim ose një pak natësi që ishin në vendin e ju, që nështë edhe hezitoni për me ardhe me jetu në Kosovë? Mendimi jem është populli i kanë fajet, ma shumë së më këtë. Pse ja vepin votat që aty nësi si meritojnë. Me ju thonë diçka politikanëve, çka i kishit thonë? Kisha pas shumë, çka me ju thonë, po çka me thonë që kërkuj si merë krytë vesh. Nasha nuk e dhja lërë me thonë, po kjo është ajo problemi kur qa bandë bohën politikanë, që ka që kur gjë ma tepër. Unë u kësha thonë politikanëve që mos presin mo, sepse është në dëm të shtetit tonë të Republikës së Dardanisë. Kaq. Kjo kish me qenë ajo që dëshironi me ja u thonë, a tjetër diçka keni? Jo, s'kam asgjë tjetër. Të mbeten në ndërgjegjën e tyre. Kush është gabimi më i madh që sipas juve po e bojnë politikanët tonë? Po mendoj gati të gjithë njëjtë. Cili është një gabim, diçka që po e përkeqëson gjendjen e vendit? Po gabimi është sepse çështja ekonomike, standardi i masës së gjerë këtu, që shumica e njerëzve janë në varfëri të skajshme. Sa unë marrë e qoftë. Nëndi, edhe të më menu për ata që kemë hogë. Për familjet dëshmorëve, për invalidët luftës, për veteranë, që s'kanë bo bashkë kur gjë. Edhe tupi më e madhe është në kuvend që atë të ndodhë. Që kjo është mendimi jam. Cila është problematika më e madhe me cilën po përballet vendi si pasojë politikanëve? Po i sankcionet, që ne kanë vënu bashkëtjene kontore, kena bo, nëse me bo alat, kena bo kundërshtarë. Bashkësinë ndërkombëtare, sidomos me Amerikanët jemi prish me bashkësinë ndërkombëtare me Evropë, jemi sanksione, nëse me pas Serbia sanksionet, kemi na sanksionet, edhe qështu. Nëse i kishit pas 1 minutë kohë për me ju thonë diçka politikanëve tonë, çka i kishit thonë? Nuk po di. Nuk po di, kja ka të gotë shumë. Që janë të bu nuk e di, pse kanë gjelozi ka shumë. Për çka? Për çka bon këto punë? A mendojnë ata që kalon dikush anë në gjokë për këtë qytet? A di që kanë favor shkive, keq kanë. Ata knosin kur bon këto punë. Pse nuk punojnë që shduhet? Për çka këtë gjelozi janë mes partive? Qa ko lidhje që është kjo, sa që ke ajo me konjunftën e apja Ramsha, ajo ajonja, që anë jam me vetë vendose, me Albinin jam. Albolin Hadjiu, pse s'mund me kona e kryetare e kuvendit, ajo se s'gjut botë. Nëse i kishit pas kohë 1 minutë për me ju thonë diçka politikanëve tonë, çka i kishit thonë? Hajtë,
me bashkëpunu shumë ma mirë, edhe për popullatën e Kosovës, për mi, s'po di tash shqip që me spjeguvit se ma mirë me bo për popull, kushtet ma të mira, punësimi, sidomos për fëmi, si janë me aftësit kufizume, me pas kushte ma shumë. Qaq. E jo? Unë më spori ju përshëndes juve dhe gjithë Kosovën. Sa i përket politikanëve të Kosovës, të gjithë me dhonë ndërheqje. Gjithë. Edhe me hi kuadrat e reja të shkollune. Kjo është marri. Populli serb që ditet me Kosovar që nuk janë tafë për me shtetin, me funksionu shtetin që shdohet. Këto dohet me ditë çdo njoni, dikush i ka hup krejt familjen, ata krejt rrogat i morin prej popullit. Numër një mas pari, unë jam Norvegjie të që 34 vite, mas pari për këlic, për medal, me otue, që shdohet s'ka. E këta duhet me mendu për popull, e jo veç mi marrë rrogat e veta, ka 1 minutë, 2 minutë, që të 2 muj, 3 muj, marri është. Ajo që a jetu. E tani të dashur me që këta minutë